Dashi, Plutoni do ju nxit të tregoheni më të matur dhe më të kthjellët në jetën tuaj në çift. Kjo do të jetë në favorin tuaj, duke qenë se mund të lindin disa mosmarrveshje me partnerin. Do i kaloni lehtë, beqarët do ndihen mirë edhe ashtu si janë, prandaj nuk do e kërkojnë dashurinë. Për sa ju përket financave, duhet të tregoheni më të kujdesshëm. Nuk ka ardhur koha për investime të mëdha. Demi, kujdes nga tundimet për të parë dikë tjetër, sepse jo vetëm që do keni debate, por mund të edhe të ndaheni me partnerin. Mos hidhni poshtë gjithçka që keni ndërtuar deri më sot, vetëm e vetëm për një kapriço. Beqarët do jenë me fat dhe takimet do jenë të pafundme. Në planin financiar do keni goxha vështirësi. Bëni kujdes me çdo shpenzim të tepruar. Binjakët, jeta juaj në çift do jetë e kënaqshme dhe do ndiheni më mirë se më përpara. Bëni vetëm kujdes, mos tregoheni autoritar, sepse kjo do sillte probleme. Nëse jeni vetëm, mos hezitoni të dilni në takime, sepse vetëm kështu do i gjeni personin që po kërkonit. Ulni shpenzimet e tejskajshme të paktën sot, ndryshe do ju duhet të përballeni me goxha vështirësi. Gaforja, ditë shumë e thjesht kjo për jetën tuaj në çift. Komunikimi ndërmjet jush do të jetë i mirë dhe nuk do të keni asnjë konflikt. Shfrytëzojeni ditën dhe shpreheni sa të mundni ndjenjat. Beqarët do kenë takime kalimtare të cilat nuk do i çojnë asgjë kundi. Mos merrni asnjë vendim. Financat do jenë të dobta. Nuk rekomandohen shpenzime të mëdha sepse nuk do dini çfarë të bëni më vonë. Luani, nuk do jeni as pak me humor të mirë gjatë kësaj dite dhe marrëdhënia me partnerin nuk do jetë ashtu si e prisnit. Klima do të jetë gjatë gjithë kohës e tensionuar. Beqarët mund të dalin në takime, por nuk duhet absolutisht të bëjnë gabimin të japin premtime. Financat do jenë kryesisht të qëndrueshme, do shpenzoni pak, por gjithsesi probleme nuk do keni. Virgjëresha, Mërkuri do jetë planeti që do ju ndihmojë të vendosni dialogun në jetën tuaj në çift dhe t'i zgjidhni të gjitha mosmarrveshjet që ju kishin dalë përpara. Beqarët do kenë një ditë më të animuar dhe të mbushur me takime interesante. Nga ana tjetër, Jupiteri do mbrojë financat dhe do ju nxit të tregoheni të kursyer me shpenzimet. Situata pritet të jetë e mirë. Peshorja, gjithçka do shkoj për mrekulli sot në jetën tuaj në çift dhe emocionet që do përjetoni do jenë të mëdha. Partneri do ju përgatisë surpriza pafund. Beqarët më në fund do hedhin hapat e para drejt një lidhjeje të bukur me një person që pëlqejnë prej kohësh. Nëse nga ana tjetër shpenzoni pa kursim, do keni probleme. Akrepi, mos u mbyllni në vetvete sot dhe mos i ktheni shpinën dashurisë sepse partneri do mërzitet mjaft. Ka ardhur koha të shtoni dozat e komunikimit dhe të tregoni çdo gjë që ndjeni. Beqarët do kalojnë momente të mrekullueshme pranë miqve dhe nuk do e ndjejnë as pak nevojën për të kërkuar dikë pranë. Financat nuk do kenë probleme, por gjithsesi tregohuni të matur në çdo shpenzim. Shigjetari, jeta juaj në çift do jetë gjatë gjithë kohës së mbrojtur sot. Do jeni sharmant dhe joshës. Partneri do ju bëjë të ndiheni si mbire, sidomos në mbrëmje. Beqarët duhet të marrin iniciativa dhe të dalin në përtakime. Vetëm kështu do mund të gjeni personin e duhur. Situata financiare do fillojë të konsolidohet. Tashmë do mund të shpenzoni pak më tepër dhe do ndiheni më mirë. Britsjapi, Urani do sjell probleme sot në jetën tuaj në çift. Do keni mosmarrveshje të shumta me partnerin dhe disa mund të japin fund asaj që kanë ndërtuar. Kujdes, për sa i përket personave që janë ende vetëm, do kenë takime, po posesiviteti do i bëjë të gabojshin në fillim. Dita mjaft e mirë për të riorganizuar buxhetin. Ka shumë gjasa që të vendoset më në fund tek ekuilibri. Ujori, dashuria për çiftet do shkojë më së miri sot. Harmonia dhe ekuilibri do mbizotërojnë gjatë të gjithë ditës dhe do ju bëjnë të ndiheni të dëshiruar. Beqarët është më mirë që të presin edhe pak, sesa të fillojnë sot një lidhje afatshkurtër dhe pas një lloj emocioni. Në planin financiar do keni mundësi që t'i zgjidhni problemet financiare që ju kishin dalë dhe do ndiheni më të qetë. Peshqit,
Nëse keni kohë që jeni në një lidhje, do ketë ndryshime të rëndësishme sot. Do kuptoheni edhe më mirë me atë që keni në krah dhe do diskutoni për tema të nxehta. Beqarët do kenë një ditë të favorshme për takime. Mundohuni të hiqni turpin dhe ta lini veten të lirë. Me shpenzimet duhet të tregoheni sa më të arsyeshëm, sepse nëse e teproni dozën, do futeni në një situatë të vështirë.